Sonte jemi së bashku për tribunën tonë të tretë në këtë muaj të Ramazanit, në këtë muaj që kemi dëshirë që ta mbajmë mend, sepse është muaj që Allahu na ka bekuar me mundësinë që t'jemi duke themeluar vakëfin tonë të ri, të ndërtojmë xhamin tonë të gjemë. Sonte në mesin tonë kemi një nga hoxhallarët tanë shqiptar të njohur që mua më vije hise ta keme dhe vlla, Hafiz Efzal Efendi Sinanin, dhe nga kjo pjesë nuk mbetet që të them shumë për të. Mua mbetet të them që jashtë asaj që si imam i xhamisë, si vlla i madh edhe si pjesë e familjes tonë jemi të gëzuar që e kemi në mesin tonë. Shpresoj që gëzimit mos mbetet vetëm në nivel familjar, por që të gjithë së bashku të përfitojmë nga urtësitë e tij. Përndryshe Hafiz Efzali për momentin është doktorant në Universitetin e Marmaras në Stamboll. Përpara asaj ka kryer masterin e vet në studime bashkëkohore islame në Universitetin e Jordanisë në Amman të Jordanisë. Para asaj ka kryer edhe studimet nivelin bachelor. Atje është hafiz i Kur'anit që ka mbaruar medresen në Shkup dhe ka kryer hifzin në kohën kur ishte në medrese. Edhe mua më thonë shpesh hafiz, po nuk jam. Ky e ka përfunduar hifzin, mua s'më është bërë kësmet. Inshallah të bëhet rrezik. Babën e kam këtu apo nuk e kam, e vazhdon të bëj dua që një ditë bëhem edhe unë hafiz, inshallah i bëhet kabul. Amin. Sonte me lejnë Allahu Lueshanuhu Hafizi do të na flet lidhur me atë ngjarje për të cilën sot këto ditë e përkujtojmë ne gjithë. Ne jemi në ditët kur përkujtojmë luftën e madhe, betejën e madhe të Bedrit, kur muslimanët u vunë në lëvizje për të ndarë vërtetën nga e pavërtetat, dhe ne sonte do të mundohemi të përfitojmë nga kjo ngjarje. I dashur Hafiz, i dashur Efzal, i nderuar vëlla, mirë se ke ardhur. Besoj që të kalojmë bukur sonte, Allahu Lueshanuhu shpërbleft që je sonte në mesin tonë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول المولى تباركت أسماؤه في الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet sot dhe gjithmonë i takojnë vetëm të madhit Allah, krijuesit absolut, atij që nga e paqena bën të jetë, atij që bën të gjallë, që jep jetë. Salat, selam, përshëndetjet më të sinqerta ja dërgojmë Muhammedit a.s., familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre që e ndjekin me ngulm, me zell, me përkushtim, udhën e tij deri ditën e fundit. Të shtrenjtë të pranishëm, i dashur xhamat, më lejoni që fillimisht të shpreh kënaqësinë time që gjendem këtu në mesin tuaj. Të falenderojmë Allahun fuqiplot që na ka dhënë shëndet, që na ka dhënë mirësinë, që na ka dhënë mundësinë ta njohim atë, t'i bindemi atij, t'i përulemi atij. Në këtë botë, në të cilën janë shtuar sfidat si pasojë e dinamizmit të shtuar që ka sjell globalizmi dhe kapitalizmi i skajshëm, të arrish të sfidosh materialen, të arrish të largosh lëvozhgën e trash dhe të thesh atë të materjes që kam bisunduar anë kënd, çdo kënd, është me të vërtet një mirësi dhe bekim i madh. Allahu fuqiplot na ka bekuar me shumë mirësi. E mirësia më e madhe, ajo që mbase asnjëherë nuk do mund që njeriu t'ia di falënderimin siç duhet, është mirësia e udhëzimit, mirësia e Islamit. Është mirësia që i bëri muslimanët dikur kur ishin të pak në numër të mos mendojnë asgjë tjetër përveç qëllimit të lartë, përveç sakut sublim, dhe të flijojnë më të shtrenjtën e tyre, të flijojnë jetën e tyre, vetëm që fjala e Allahut fuqiplot të jetë më e lartë. I dashur xhamat, Allahu fuqiplot ka zgjedhur
ka daluar disa vende mbi disa vende tjera. Ka daluar Mekën dhe Medinën mbi vendet e tjera. Ka daluar Kutsin mbi pjesë të tjera të botës. Allahu fuqiplot ka daluar disa njerëz mbi njerëzit tjerë. Ka daluar familjen e Imranit, familjen e Nuhut, ka daluar familjen e Ibrahimit mbi të gjithë familje tjera. Allahu fuqiplot ka daluar disa kohë mbi kohë tjera. E ka daluar Ramazanin mbi të gjitha pjesët tjera të vitit. Ky sezon, ky muaj në cilin gjendemi ne, është një mundësi, një kapital që asesi nuk duhet humbur. Njësia matëse e vlerave në Islam, ajo që e bën njeriu të gjykoj objektivisht, i jep të mësoj se kapitali më i madh që e ka në jetë është koha. Allahu fuqiplot na ka dhënë një mundësi të artë që jemi duke jetuar këtë Ramazan. Dhe para se ta flasim atë që kemi për të thënë, këshillën tonë për Bedrin, unë do kisha dashur që të bëm një hyrje. Një hyrje që do na zhvesh nga gjithë petku i materjes sonte për të zhytur krye put dhe të marrim mësimin e Bedrit. Kishim pasjer në kohën e Muhammedit a.s. dy shok të ngushtë, që e kishin pranuar Islamin në të njëjtën ditë, në të njëjtin vend. Kaloi kohë dhe njëri prej tyre ishte më i zellshëm në adhurime. Falej më shumë, lutej më shumë, bile kishte shkuar edhe të luftoj në xhihad për hir të Allahut, në një xhihad vullnetar, dhe kishte dashur Zoti që edhe të bjerë shahid dëshmor në atë xhihad. Ndërsa shoku tjetër ishte musliman i mirë, edhe ai sinqert, i falte, i kryen të obligimet që Allahu fuqiplot ja kishte obliguar. Megjithatë, nuk ishte i zellshëm sa shoku i tij. Ai jetoi më shumë se shoku i vet. Jetoi edhe një vit tjetër. Dhe deshti Allahu që të ndroi jetë, një vdekje të natyrshme. E pasi kishin ndruar jetë më të dy, Talha ibn Ubaidullah, një sahabi i ndershëm, i kishte parë që të dy në ëndër. Kishte parë se si të dy presin para dyerve të xhennetit që të hyjnë në xhennet. Derisa një thirrës i thiri. Logjikisht do duhej që të parin që ta ftonte atë që kishte qenë më i zellshëm, apo jo? Se kishte bërë adhurime më shumë, e kishte adhuruar Allahun më shumë, kishte falur namaz nafile më shumë, bile dhe jetën e kishte flijuar në rrugën e Allahut, kishte rënë shahid. Megjithatë, për habin e Talhas, për habin e gjithë sahabëve që e dëgjuan prej Talhas këtë lajm, për habin e të gjithë njerëzve, muslimanëve që e dëgjojnë sot e këtë ditë këtë lajm, i pari që uftua ishte ai i dyti. Ai që nuk kishte qenë i zellshëm sa shoku i tij, që kishte ndruar jetën në rrethana normale. Kaloi një kohë, pastaj e thirrën atë të parë. Sa u zgjua Talha i habitur. Me një shkoi te pejgamberi a.s. I tha, ja Resulallah, në mezhlis ishin edhe disa sahabi. Tha, kështu i kam parë këto dy shokët tonë, këto dy vëllezërit tonë i kam parë në ëndër, kështu. Të gjithë u habitën. E Muhammedi a.s. tha, a habiteni nga rasti i këtyre të dyve? Thanë, po ja Resulallah. Tha, mos u habitni. Mos u habisni sepse a nuk ka jetuar ky i dyti për një vit më shumë? Thanë, po ja Resulallah. Tha, nuk ka falur kaq namaze gjatë ti viti dhe i ka rënë në sejdë Allahut fuqiplot kaq herë gjatë ti viti? Thanë, po ja Resulallah. Tha, po a nuk e ka agjëruar Ramazanin gjatë ati viti? Thanë, po ja Resulallah. Tha, pasha Allahun, largësia në mes të atyre dyve është sa largësia mes qiellit dhe tokës. Vetëm për një vit të mbushur me adhurime farze, vetëm një vit jetë të mbushur me një Ramazan. Vetëm një vit. Një vit që ne aq shumë e neglizhojmë. Një Ramazan që ne aq shumë e neglizhojmë. Shumica jonë këtu kemi agjëruar sa kemi përjetuar 10, 15, 20. Ka nga ata që 30 Ramazane kanë kaluar. Paramendojeni 30 herë distancën mes qiellit dhe tokës. Aq do duhet ta paramendoj dikush që ka agjëruar 30 Ramazane. E këtë kush ta mundson? Këtë ta mundëson koha që ne aq shumë e neglizhojmë. Koha që ne aq shumë e nëmblersojmë. Prandaj mësimi i parë që duhet të na jap Ramazani për të mund të tubojmë
t'i fusim brenda në zemrat tona të gjithë mësimet tjera, është se kapitali më i madh që e kemi në jetë, i dashur xhamat, është koha. Është ni'met aq i madh sa që shumica e njerëzve nuk e dinë, dhe po ta dinin se çfarë vlere ka, nuk do të kursenin mundin e vet në asnjë çast për ta shfrytzuar në formën më të mirë të mundshme. Koha është kapitali i parë, i vlefshëm, aq shumë ka vlerë sa që Allahu fuqiplot betohet në të. Betohet, po jo vetëm në të si tërsi. Wal asr, betohet në paraditën, betohet në ditën, betohet në mëngjesin, betohet në natën. Aq shumë e vlefshme është sa që Allahu fuqiplot edhe në pjesët e saj është betuar. E ne kemi mundësinë që këtë Ramazan ta shfrytëzojmë për të marrë ende nga kjo mundësi në cilën jemi. E dim si është Ramazani. Ramazani është si rasti i një mbreti që kishte qenë duke udhëtuar me ushtrinë e vet. Dhe duke udhëtuar, hyn në territorin e armikut. Kur hyn në territorin e armikut, i urdhroi komandanti të gjithë ushtarët, tha tani jeni të urdhruar që t'i fikni të gjithë pishtarët. Askush mos të ndes asnjë dritë, se po na pikasi, po na honepsi armiku do na sulmoj me njëherë. Të gjithë esnin ngadalë në errësirë, me shumë kujdes, duke esur hyjnë në një tunel. Hyjnë në një hapësirë që duhet ta kalonin, tha. Ju lutem, tha komandanti, mos nxirrni asnjë zë, se tuneli e përçon zërin, tha, ecim ngadalë, shumë ngadalë, me kujdes. Duke ecur, tha, urdhri është për të gjithë ju. Ishin duke shkelur një pjesë që ishte me kuraleca të vegjël. Tha, merrni kuraleca, ngarkoni me vete sa më shumë të mundeni. Ushtarët kur e dëgjuan këtë urdhër të komandantit, me njëherë reaguan u ndanë në 3 pjesë. Grupi i parë than, po ne aq shumë jemi lodhur. Sa kohë ka që ecim që marshojmë, me gjithë to pajisje ushtarake mbi vete, tani edhe të mbledhim kuraleca, ta nuk do të marrim asgjë. Na vjen keq po këtë urdhër të komandantit nuk e zbatojmë dot. Grupi i dytë than, me që na ka urdhruar, është prisi ynë, është udhëheci ynë, do të marrim sa të kemi mundësi. Grupi i tretë than, semi'na wa ata'na, dëgjuam u bindëm. Prisi ynë ka dhënë urdhër, ne do t'i mbushim të gjitha strajcat sa kemi mundësi me kuraleca. E kaluan tunelin. Dhe kur dolën pastaj pasi e kaluan tunelin, hyrën në territor tjetër që ishte territor mik, komandanti than, dizni pishtarët. I ndozën pishtarët. E kur i ndozën pishtarët, ju drejtua atyre dhe ju tha, të dashur ushtar, ju lutem që të shikoni se çfarë keni brenda në strajcat që i keni mbushur me kuraleca. Kur i hapën strajcat e panë se kishin se kishin dukat, u habitën. Tha, jo pjesa ku kalua maj tuneli, ishte tuneli një miniere të arit. Dhe unë ju urdhrova që të merrni arë prej aty. Grupi i parë, që kishin thënë se nuk do ta zbatojmë se jemi shumë të lodhur, thanë çfarë gabimi pas kemi bërë, përse nuk ju bindëm, do kishim marrë me vete. Grupi i dytë si thanë, sikur të kishim marrë më shumë, shumë pak marrë. Grupi i tretë thanë, sikur ti kishim zbrazur, ti kishim lënë të gjitha pajisjet tona, të merrim të ngarkoheshim të gjithë me arë. I dashur xhamat, miniera që e kishte arrin, a e dini kush është? A i shkon dikujt në mend? Është Ramazani. Miniera ku jemi duke kaluar ne duke qenë të pavetdijshëm, është Ramazani. E Allahu fuqiplot thot, merrni sa më shumë të mundeni arë nga kjo minierë, furnizohuni sa më shumë që të mundeni, mos e lejoni që t'ju ik asnjë çast nga ky muaj i bekuar, se janë ejamen ma'dudat, se janë ditë të numruara, e çdo gjë që është e numruar kalon dhe mbaron shumë shpejt. Kalon jeta e njeriu që është 70-80 vite, kalon me një herë. Si ai që ndalon të pushoj, thot Muhamedi a.s. pos hijes së një druri. Aq është jeta e njeriu. Po ku më një muaj, Ramazani. Prandaj le të marrim sa më shumë, që kur të mbaroj, mos të pendohemi të themi si nuk morëm më shumë nga kjo minierë që kishte aq shumë pasuri dhe thesare në vetë. E një nga thesaret që i mban ky Ramazan, ky muaj, ky sezon, është që ju jep muslimanëve një fuqi, një forcë të pakrahasueshme me muaj tjerë. Çdo kush do të mendonte se muslimanët nga që agjerojnë janë të dobët, janë të nështruar, por po ndalove të shikosh historinë islame, do të shohësh se betejat e fuqishme të mëdha të fituara nga muslimanët kanë qenë pikërisht në këtë muaj, kur të tjerët do të prisnin që të jenë të dobët dhe të nështruar.
sepse fiziku, ana materiale e tyre është e dobët, është e dobësuar në këtë muaj. Megjithatë, forcimi i anës shpirtërore forcon me vete dhe vullneti. E vullneti ditë nxjerr nga njeriu energjitë e kursyera që ai nuk është i vetëdijshëm se i ka në vetvete. Ramazani e bën këtë. Ramazani e ka bërë këtë historikisht me të gjithë muslimanët. Ramazani e ka bërë këtë me një grup të vogël të disa njerëzve që kishin një qëllim shumë herë më të madh se sa vetja dhe vendi ku ishin. Ramazani e bëri këtë në një vend shumë të largët nga vendi ynë, që po t'ju thoja atyre që e bartnin këtë mision, se do të vi një ditë ku në veriun e largët do të kujtohet çdo hap i tyre, do të kujtohet çdo detaj, çdo ecejake e tyre që kanë ecur në atë të nxehtë, përcëllues vetëm për hir të Allahut. Do të thonim Allahu është i plotfuqishëm, do të kishin thënë, po nuk na merr mendja. Aq larg kanë bërritur. Ramazani u dha forcën sahabëve që u nisën për në Bedër me urdhrin dhe kërkesën e Muhammedit a.s. Në vitin e dytë të hijretit, muslimanët pasi ishin shpërngulur nga Mekja në Medinë, në një gjendje të vështirë ekonomike, kishin filluar të krijonin një sistem të jetesës së tyre. Kishin filluar ta organizojnë strukturën e funksionimit të tyre në nivel shtetëror. E pasi e kishin bërë këtë, erdhi koha që ata të forcojnë dhe të tregojnë autoritetin brenda kufive të shtetit të tyre. Të tregojnë se ku duhet të dinë armiqt se janë kufit ku mund të lëvizin ata. E Mekasit kalonin rreth Medinës pa e menduar fare se aty kishte filluar të forcohet një autoritet i ri që do të sfidonte autoritetin shekullor të tyre dhe të gjithë arabëve të gatishumit. Pa e kuptuar se Muhammedi a.s. kishte filluar t'i frymëzoj ushtarët e tij me një mentalitet jo lokal, me një mentalitet universal, që nuk do kufizohej në Medinë se dolëm nga Mekja shpëtuam, jemi këtu të sigurt në Medinë dhe do të rrim aty. Jo. Feja Allahut fuqiplot është shumë e fuqishme. Është aq e përndritur, e ndriçuar, ka aq shumë rrezatim të fuqishëm, nuk është vetëm nur, është edhe dija. Është një dritë e fuqishme që burron nga temperaturat e mëdha që don të shpërndahet kudo. Si ajo bomba e madhe që do të eksplodoj, edhe drita e Allahut fuqiplot do të shkojë në çdo vend. Nuk mund të kufizohet drita e Allahut fuqiplot vetëm në Medinë. Prandaj Zoti e nxori nga shtëpia Muhammedin a.s. për të shkuar në Bedër. Ky është hapi i parë. Nuk doli Muhammedi a.s. vetë për të shkuar në Bedër, por Allahu fuqiplot i thot kështu: Kema akhrajaka rabbuka min baytika. Ashtu si të nxori ty Zoti yt nga shtëpia jote për të shkuar në Bedër. Historia na tregon se muslimanët u nisën me një grup prej 300 vetësh për të marrë një pjesë të pasurisë që u ishte konfiskuar në Mekë, me që një karvan nga Shami do të kalonte bri Medinës për të shkuar në Mekë. E organizoi Muhammedi a.s. dhe thiri. Tha, o ju njerëz, do shkojmë kështu e kështu që ta ndalojmë karavanin. U përgjigjen 313 njerëz, ishte thirrje vullnetare, jo e detyrueshme. Nuk u nisën për luftë, u nisën për të shkuar të marrin karavanin, për të marrin diç nga ajo që u ishte marrë, pa drejtësisht. Nga ata 313-ët, 200 e tepër ishin ensar, nga Medinasit, të cilët rikujtojmë se kishin nënshkruar marrëveshje me Muhammedin a.s. se do ta mbronin për aq kohë sa ishte ai brenda kufive të Medinës. Marrëveshja nuk përfshinte mbrojtjen e tij kur të dilte ai jashtë kufive të Medinës. Vetëm 100 ishin prej muhaxhirëve. Filluan dhe shkuan. Karvani në udhëheqjen e Abu Sufjanit menjëherë kuptoi se çdo karvan, ashtu si edhe sot, edhe shumë herë më herët, kanë pasur para tyre që kanë dërguar disa njerëz që kanë luajtur rolin e agentëve që e luajnë sot, për të kontrolluar terrenin, për të parë si funksionon, për të organizuar rrugën të vaj si duhet. E mori vesh ai. Kur mori vesh se Muhammedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është nisur me ushtri, me një çet, drejt tyre, menjëherë çoi lajmin në Mekë. Mekasit me në krye Buxhelin u mblodhën, por u mblodhën afër 1000 vet kundër 300-ve. Edhe kundër 300-ve që ishin nisur jo për luftë,
ishin nisur për të ballafaquar me një karavan. Vetëm 2 kalorës kishin. Vetëm 2 ushtar nga 313 ishin që ishin me kuaj. Afër 70 vet ishin me deve dhe ndroheshin derisa arritën në vendin ku quhet Bedr. Bedri kishte qenë një vend ku më herët, për shkak se ishte në mes të rrugës, ishte organizuar trek dhe arabët kishin ndaluar për të shkëmbyer mallra tregtare aty. Kur u përgatit ushtria mekase edhe erdhën këndej, Muhamedi alayhis salam tash duhej detyrimisht që të përgjigjet, apo jo? Mirë po, këtë përgjigje ai nuk mund ta bënte pa u konsultuar me ensarët, sepse marrëveshja ishte që ta mbrojnë vetëm brenda Medinës. I thiri ensarët, i thiri muhaxhirët dhe filloi tha eshiru alayya ayuhan nas. Më këshilloni, tha o njerëz, si thoni? Foli Ebu Bekri, foli Omeri, folën disa muhaxhirë tjerë, të gjithë i thonin vazhdo ja Rasulallah, ne jemi me ty. Por i dashur i Zotit vetëm vazhdimisht thoshte, më jepni mendimin tuaj. E kuptuan ensarët se donte të dëgjoj prej tyre dhe se e ka për qëllim marrëveshjen që kishin bërë. Dhe atëherë foli Saad ibn Muadhi. Dhe Saad ibn Muadhi tha, ja Rasulallah, fa ka'annaka turiduna, më duket se dëshiron që ne të flasim. E i dashur i Zotit tha, po, dua që të dëgjoj që mendoni ju ensarët, se ju jeni shumicë. Pa ata nuk do të mund të mendoj se mund të zhvillohet ndonjë betejë. E atëherë Saad ibn Muadhi i tha kështu, ai Saad, i cili për vetëm një pjesë të shkurtër të jetës së tij që jetoi në Islam, bëri që me vdekjen e tij të dridhet arshi i Zotit, sepse çdo qëndrim që e kishte të stërmbushur me sinqeritet. Edhe atë ditë i tha, ja Rasulallah, vazhdo, tha se, vallahi, sikur ti nisesh në këmbë këtij detit, edhe pse ne e shohim se nuk ka rrugë, se është det, dhe ti nisesh në këmbë të gjithëve një për një do na kesh pas teje. Imdi ala barakatillah, vazhdo, tha, me bereqetin Allahut se neve na ke pas teje. Kur e dëgjoi pejgamberi alayhis salam këtë, i buzëqeshi fytyra, ju mbush me dritë, ju bë si hëna e plot. Tha, vazhdojmë atëherë me lejen e Allahut fuqiplot. Shkuan në Bedr. Kur shkuan në Bedr dhe u vendosën. Në Bedr kishte puse, kishte bunare. E i dashur i Zotit u vendos dhe i la bunare të lira, u vendos më lart. Atëherë i shkoi Habab ibn Mundhiri dhe i tha, ja Rasulallah, e menzilun enzelekahu Allahu em huwa ar-ra'yu wal-harbu wal-makida. Kjo pozitë në të cilën na vendos, a është shpallje nga Allahu fuqiplot, apo është një strategji luftarake, ushtarake jotja? Tha, bel huwa ar-ra'yu wal-harbu wal-makida. Tha, është thjesht një mendim imi, unë mendoj se duhet të vendosemi këtu. Tha, ja Rasulallah, atëherë nëse më lejon, unë them që të vendosemi më afër puseve, që ne ta kontrollojmë furnizimin me ujë. Ne do kemi të pijmë, ushtria tjetër nuk do kemi. E pejgamberi i Zotit e pranoi këtë mendim të Hababit. Kur dëgjuan mushrikët se tashmë karavani me Ebu Bekrin kishte ikur, me Ebu Sufjanin kishte shpëtuar, thanë nuk duam të luftojmë, por Ebu Xehli insistoi. Dhe si tha? Tha, jo, do të luftojmë. Do të luftojmë, tha, derisa t'i mposhtim dhe t'i vrasim. Edhe të rrim në Bedr nuk ime fil Bedri thalathen. 3 ditë pastaj pasi të ngadhnjem të rrim, që ishte zakon adeti arabe, që ta festojnë fitoren, tha, dhe ta marrin veshe gjithë gadishulli arabik se kush sundon këtu në gadisht. Qëllimi i tij ishte që të demonstroj forcën. Por Allahu fuqiplot kishte plane tjera. Filloi fushbeteja. Muslimanët ishin pak në numër, por bindja ishte jashtëzakonisht e madhe. Roli i Muhamedit alayhis salam ishte jashtëzakonisht i fuqishëm dhe shumë aktiv në çdo çast. Ai lutej vazhdimisht sa që i çonte duart lart gjellit dhe i binte xhybe. Ebu Bekri i thoshte, ja Rasulallah, mos e lot veten se do ta pranoj Allahu fuqiplot, të mjafton. Ai vazhdimisht i motivonte muslimanët, paramendojeni se çfarë situate. Megjithatë diti të gjej forcën t'i motivoj pozitivisht. Si u thoshte? Thoshte, në këtë vend do të rrëzohet armiku Allahut Ebu Xehli, në këtë vend do të rrëzohet Umayya ibn Khalefi, në këtë vend do të shkoj ky armiq më të mëdhenj që për 13 vite u kishin vrapuar njerëzve nga pas vetëm pse thonin se Zoti ynë është Allahu. Armiqtë e Islamit që i kishin vendosur Bilal ibn Rabahut atë shkëmbin e madh e që nuk kishte më forcë të thot la ilaha illallah dhe vetëm thoshte ahadun ahad, një, vetëm një është. E pejgamberi i Zotit i motivonte edhe në këtë situatë, sepse e kishte frymëzimin e Allahut fuqiplot. E kush ishte ky frymëzim?
Frymëzimi i Allahut fuqiplot ishte fjala e Musait. Kur iknin nga faraoni, ju afruan detit. E kur ju afruan detit, nga para e kishin atë det të madh, detin e kuq. Nga pas e kishin faraoni me gjithë ushtrinë e vet. Populli than inna le mudrekun, na zun më, s'kemi ku të ikim. Musa alayhis salam edhe atëherë tha kella, asesi, inna ma'i rabbi, me mua tha Zoti im, se jehdin, ai do më uzoj mua. E plani Allahut fuqiplot ishte që të ngatnjejnë muslimanët në atë betejë. Ran nga ata shahid 13 ose 14 sahabi. Ndërsa nga mushrikët ran rreth 70 vet sahabi. Përfundoi Bedri apo jo? Përfundoi betejë. Muslimanët morën një plaçk të madhe të luftës. Furnizime jashtëzakonisht shumë. Fituan shumë. Përveç asaj edhe demonstruan forcën e madhe që kishin në Gadishullin Arabik. Një superfuqi e re që tani më dinte t'i bëj rivalitet edhe kurrejshve që kishin qenë absolut gjatë gjithë historisë së Gadishullit Arabik. Dhe kur e arritën këtë, u kthyen përsëri. Kishin zënë robër. Dhe do duhej që të lirohen ato robrit, apo jo? Fillimisht u mor vendimi, a duhet të vritin apo të falen dhe vendosën që të falen. Dhe për ta të paguhet. Po kishte njerëz që nuk kishin mundësi të paguajnë. E Hakimin e Mustedrek shënon një transmetim që thotë se për ata që nuk kishin mundësi të paguajnë, u dha një mundësi. E mundësia ishte që ata që din shkrim dhe lexim, ka ata që nuk kanë pasuri, nëse i mësojnë fëmijët e ensarve të shkruajnë dhe të lexojnë, do ta fitojnë liri. Një liri që kushtonte, përshkruhet në transmetime me 10 ramira, monedha ari, që sot do të vishte një kundërvlerë me 100 ramira euro, vetëm nëse i mësonte fëmijët e ensarve të shkruajnë dhe të lexojnë. Në një transmetim tjetër, nëse mëson 10 fëmijë ose 10 njerëz që nuk dinë shkruajnë dhe lexojnë, e ke fituar lirinë. Aq shumë u çmua dia në atë segment, në atë kohë nga Muhamedi alayhis salam. E tash vim nga ajo që na duhet neve sot nga Bedri. Nuk dua për hir të kohës të ndalojmë shumë në detajet historike, edhe pse ka shumë imësira të këndshme. Po dua që të ndajmë disa minuta për t'i marrë frymëzimet kryesore që mund të na shërbejnë sot, në kohën tonë, në shekullin tonë nga Bedri. Bedri, të dashur vëllezër, ka ndodhur një kohë shumë më herët. Megjithatë mësimet e tija janë ende sot e këtë ditë valide dhe të vlefshme. E mësimi i parë që nxjerrim nga Bedri është mësimi që Allahu fuqiplot e përmend në surën Enfal dhe thot Bismillahirrahmanirrahim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Përgatisni për të gjithë armiqtë tuaj sa të keni mundësi forcën. Dhe kjo forcë fillon me një forcë që përfshin forcën ekonomike. Mësimi i Bedrit ishte ky. Muhamedi alayhis salam deshti që të zhvilloj dhe të forcoj financiarisht muslimanët. Prandaj e detyroi që të ndalojnë karvanin e Mekasve. Po ashtu, deshi që të forcoj min kuwe, politikisht, strategjikisht që të dijen kufit e shtetit. Prandaj urdhroi që mos të kalojnë ata sikur të jenë në territorin e vet. Kuwe gjithashtu përfshin edhe fuqinë e dijes. Përgatisni dijen. A ka forcë më të madhe se sa dija, se sa shkenca? Nuk ka forcë më të madhe. E këtë Muhamedi alayhis salam na ka mësuar shumë herët. Shumë para se të thonë filozofët, dituria është fuqi, dituria është pushtet. E ka thënë i dashuri Allahut fuqiplot. Pa le të ndalojmë pak, le të shkojmë shumë përpara Bedrit. Le të shkojmë në fillim të shpalljes. Le të ngjitemi së bashku në atë kodrën lart në Hira, ku nuk ka asgjë të gjallë përveç gurit, që është një mal shkëmbor. E Allahu fuqiplot, në atë relief ku nuk ka asgjë të gjallë, ku gjenden vetëm gur, ku nuk mund të gjej dot njeriu as ujë të pi, i drejtohet një njeriu, një robit të tij që nuk di shkrim dhe lexim dhe i thot Iqra, lexo. E Allahu fuqiplot, ai Zot që e filloi shpalljen e tij të fundit, që e filloi mrekullinë e tij të fundit, e zgjodhi që kjo mrekulli të jetë libër, se mrekullitë e pejgamberëve të tjerë para nuk kishin qenë libra. Ai zgjodhi që mrekullia e fundit, që do zgjasë deri ditën e fundit të jetë libër. Dhe këtë libër, shpalljen e kësaj mrekullie, e filloi në një relief shkëmbor për një njerëz që nuk di të lexojë dhe i tha lexo, që të tregoj se është një mesazh universal që do të vazhdoj derisa të vazhdoj kjo jetë.
pastaj ja dha mesazhin në një fushbetejë në cilën pas një lufte, në cilën muslimanët kishin nevojë jashtëzakonisht të madhe për pasuri. Tha jo, pasuria më e madhe është dia. Le t'i mësojnë tha fëmijët që të lexojnë dhe do të jenë të lirë. Këtë mësim na jep Bedri. Ky është mësimi që na duhet neve sot. Situata faktike i dashur xhamat, këtë e flet. Le të bëjmë një analizë shumë të thjeshtë, shumë logjike. Po e marrëm të krahasojmë shtetet që janë më të fuqishme sot në botë, sa investojnë në shkencë dhe dije, do ta kuptojmë se pse janë aq të fuqishme. Superfuqitë e sotme e kanë pagën e një profesori universitar 7 deri 10 herë më të madhe se sa paga mesatare. Sa më i dobët të jetë në rangun e superfuqive, një shtet aq më të dobët e ka pagën e shkencëtarit krahasuar me pagën mesatare. Një shtet, një komunitet, një shoqëri që vlerëson dijen është shoqëria e suksesshme. E Bedri këtë do të na mësoj. Ata që e kuptuan muslimanët, që e kuptuan Bedrin siç duhet, e vlerësonin sa pesh ka libri, aq jepnin ar. Prandaj sunduan në 3 kontinente. Sot kur vlera e dietarit është e zbehtë, dhe kur themi dietarit përfshim shkencëtarin në të gjitha fushat. Sot kur vlera e dijes, e dietarëve, e shkencës, e shkencëtarëve në mesin e muslimanëve është e nënvlerësuar, muslimanët janë duke vuajtur. Muslimanët janë duke vuajtur. E këtë mësim do të na mësoj Bedri, të krijojmë çerdhe të vogla, sepse nga dikun duhet të fillohet, do e mos apo jo. Duhet të fillohet. Ashtu siç filluan muslimanët, duke mësuar fëmijët e ensarëve shkrim leximin, edhe ne duhet të fillojmë nga dikun. Edhe ne në vendin që jemi, në vend që të ankohemi dhe të qajmë, duhet të gjejmë forca dhe mënyra se si të kontribuojmë. E Bedri na tregon vlerën, na tregon synimin dhe na tregon formën si ta bëjmë. A ka mësim më kontemporar, më bashkëkohor që përshtatet më së shumti se sa kjo? Nuk mund të gjesh dot. Bedri na mëson se në këtë rrugë pastaj, për të zhvilluar edhe më shumë, na duhet një element tjetër. Nuk na duhet neve despotizëm në mendim. Nuk na duhet totalitarizëm në mendim. Të mendojmë se vetëm mendimi i një njeriu, i dikujt është absolut. Jo. Bedri na mëson se na duhet konsulta. Muhamedi a.s. I vetmi që ka arritur në historinë e njerëzimit të gjitha cilësitë që të llogaritet njeriu perfekt. Sipas Farabiut thot nuk ka ekzistuar dhe nuk do të ekzistojë ndonjë njeri që ka arritur perfeksionizmin në aspektin e cilësive njerëzore përveç Muhamedit a.s. E ai që ishte perfekt, që i kishte të gjitha mundësitë, të gjitha aftësitë, të gjitha predispozitat, logjike, shpirtërore, fizike, të gjitha. Megjithatë tha eshiru aleje, më këshilloni, më jepni mendim. Ai frymëzoi shokët si Hazreti Aliun që të na mësojnë se kush konsultohet me njerëzit është bërë partner në mendjet e tyre. Në vend një mendje ka bërë 10 mendje kush këshillon 10 njerëz. Bedri na jep këtë mendim. Na tregon se rruga është dia, pastaj thot rrugës së dijes duhet të ecni me konsultim. Po kur do ecni me konsultim mos harroni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Juve ju duhet forcë. Dhe forca fillon siç filloi në Bedër, me një forcë të fuqishme, me një fuqi jashtëzakonisht të madhe financiare. Nuk mund të ecin para projektet pa pasur investim në to. E Bedri na mëson këtë, se na duhen mjete të cilat do të investojmë. Na duhet shoqëri që e kupton me të vërtet si duhet të trajtohet pasuria në realitet. Na duhen shoqëri që e kuptojnë si të dalin nga prangat e materjes drejt lirisë së shpirtërores, duke krijuar një mendësi të re për ta pasur qasje ndaj pasurisë, ndaj gjitha llojeve të egos, po ndaj egos për pasuri më së shumti, për ta pasur të balancuar siç duhet, për të mbrojtur nga karunizmi, nga vetë mjaftueshmëria, për të mbrojtur nga riaja, nga syefaqësia, për të pasur të qartë rrugën që duhet ndjekur, si duhet kontribuar. E këto ti mëson Islami, një trajtesë e këtill e pasurisë që do ta shoh muslimanin të suksesshëm, por që është ai i Zoti i pasurisë, jo pasuria të jetë zotëri i tij, siç ka thënë Ibn Ata'ullah Skenderiu, një shoqëri që e ka këtë koncept të qartë, pastaj zhvillohet shumë lehtë. E di se ku ta vendos. I dashur xhamat. Kur do ta kemi këtë? Edhe kësaj do ja shtojmë optimizmin. Sepse muslimani, për mendimin tim, është një optimist i pandrejshëm. Muslimani nuk dorëzohet asnjëherë të mendojë se nuk do të bëhen punët. Jo. Muslimani e ka shpresën, po gjithmonë një shpresë të bazuar në punë,
e ka të gjallë dhe aktive nuk dorëzohet asnjëherë. Ashtu si që kishte pejgamberi a.s. Në rastet më të vështira, në Bedër, po edhe në Khandek, kur ishin mbledhur ahzabët, të gjithë gadishulli arabik, të gjitha ushtrit sa ishin bashkuar kundër atij. Dhe ata ishin duke hapur hendekun për të mbrojtur, e ai e godiste shkëmbin dhe thoshte i shoh pallatet e Kisrës, të Persisë, para mendojeni Salar Kirani atje. Do t'i shoh pallatet e Kisras, perandor, mira vjeçar perandori. I shoh pallatet e atij, i shoh pallatet e bardha në Damas se si janë në dorë të muslimanëve. Para mendojeni. Për atë që nuk ka iman, kjo mund t'i tingëllojë absurditet. Për atë që ka besim, për atë që ka synim të lartë, kjo është motivim. Kjo është shtytës i padiskutueshëm. E kjo na duhet në rrugtimin ton, pasi ti kemi bërë të gjitha. Pasi ti kemi bërë sebepet, na duhet pozitivitet, na duhet shpresë. Muslimani mund të bëjë çdo gjë, por asnjëherë nuk guxon të dorëzohet, se nuk ka dështuar kur humbet dhe kur rrëzohet, por dështon kur dorëzohet. E një musliman nuk dorëzohet asnjëherë. Ka vështirësi në jetë, ka ngecje në rrugë, mund të rrëzohet, mund të shkojë zvarr, mund të ecë ngadalë, mund të vrapoj, mund të ndodhin të gjitha situatat, por asnjëherë nuk dorëzohet, rrugtimi i atij është i gjallë, e vetmja që ndalon një musliman është melekul mauti, është Azraili. Këtë na kanë mësuar imamët e mëdhenj si Imam Ahmedi, që i kanë thënë ja imam, po nuk u lodhe o imam, gjithë jetën kurban, gjithë jetën në aktivitet, gjithë jetën në punë, a nuk u lodhe. Po të ishte lodhur ai, nuk do ta përmendim ne sot pas 1000 sa viteve. Tha muslimani nuk shlodhet sa është gjallë. Muslimani shlodhet kur e vendos këmbën në ahiret, në xhennet. Atëherë thotë është koha e pushimit. Në këtë botë pushimi është vetëm akumulim energjie për të vazhduar fuqishëm. Edhe kur ke të nevojë të pushosh, do akumulosh energji që të vazhdosh. Këtë na mëson Bedri. I dashur xhamat. Do të them diçka që për ata që nuk kanë qenë pjesë e procesit, mbase mund të tingëlloj ndoshta si hiperbolizim. Por për ata që janë të zhytur në frekuencat e imanit dhe jetojnë Islamin, do ta kuptojnë se është e vërtetë. Po të thoja se këto cilësi që i përmenda gjenden në xhamit tona këtu ku jetojmë ne në Perëndim. Mbase dikush do habite, por nuk duhet. Përse nuk duhet? E jeni të analizojmë pak. Le ta shohim se si ne çdo ditë e jetojmë Bedrin. Se si ne me punën tonë çdo ditë jemi duke e bërë xhihadin e madh në emër të Allahut fuqiplot. Në Bedër muslimanët ishin pakic. Mushrikasit ishin shumic. Sot ne jemi pakic. Të tjerët janë shumic. Muslimanët ishin të dobët financiarisht, krahasuar me të tjerët. Sot ne jemi të dobët financiarisht, krahasuar me të tjerët. Muslimanët kishin nevojë për të filluar nga diçka. Sot ne kemi nevojë për të filluar nga diçka. Bedri na mësoi dikur se si të fillojmë. Sot na mësojnë xhamit se si të fillojmë. Duke filluar me krijimin e një gjenerate me ndritur dhe të kthjellët që ka mendsinë e re, që ditë të shkruaj dhe të lexoj si fëmijët e ensarëve që filluan nga fillimi, që pastaj përhapën dritën e Islamit. Xhamit sot na mësojnë këtë. Xhamit sot na tubojnë me njëri tjetrin, na bashkojnë në komunitetin, na forcojnë dhe na zhvillojnë financiarisht. Xhamit sot na japin pozitivitetin mbi të gjitha. Sa herë që jemi të dëshpëruar vim këtu dhe mbushemi me energji. Prandaj këto xhami, këto qendra që funksionojnë sot në Perëndim, nuk janë vetëm një vend faljeje. Kush e beson këtë, e ka keq kuptuar konceptin e xhamisë së Muhamedit alayhis salam, e ka keq kuptuar konceptin e xhamisë në cilën vjen që të falet. Xhamit sot këtu janë pishtar ndriçues që me lejen e Allahut do t'ja japin zgjidhjen zhvillimit të madh që e ka të tharë aspektin shpirtëror, që do ja japin zgjidhjen të gjithë Perëndimit që është duke vuajtur nga brenda. Do t'i thuan se ky është sistemi që të përshtatet ty o njeri dhe është i vlefshëm për çdo kohë, për çdo vend, madje edhe për vendin tënd. Nga ky vend do të lulëzoj fjala e Allahut fuqiplot. Por duhet që ne të tregojmë se cili është qëndrimi ynë. Deshëm apo s'deshëm ne, një rrugë në emër të Allahut që është nisur çdo herë ka përfunduar. Mos ta harrojmë këtë. Nuk ka pasur nismë për hir të Allahut, qoftë xhami, qoftë medrese. Çfarë do të ketë qenë për hir të Allahut që ka qenë sinqert, nuk e mban mend historia që të jetë dorëzuar dhe të thonë se nuk është realizuar, nuk mbahet mend. Megjithatë tek Allahu mbahen mend ata që vendosën të shkruajnë emrin dhe të thonë ja Rabbi,
Unë dua të jem pjesë e këtyre. Se do të vi një ditë që shumë shpejt do të përfundoj projekti. Kur do të përfundoj edhe po të duam të jemi më pjesë e një projekti që zhvillohet nuk do të kemi mundësi. Në vitin 2023, ne e shpallëm hapjen e pjesës së fundit të pagesës së borxhit të xhamisë Tulipan në Zvicër, bashkë me imamin e xhamisë asaj kohe. Në fjalën që mu dha xhamati që drejtova me atë fjalë që u a them juve me sinqeritetin më të madh. Thash, i dashur xhamat, mos të keni dyshimin më të vogël se kjo xhami do të paguhet dhe ky borxh do të shlyhet shumë shpejt. Megjithatë, për të gjithë ne do të mbyllet një derë për të kontribuar në ndërtimin e një shtëpie të Allahut fuqiplot. Do ketë derë tjera, po që nuk e kanë sevapin si e ka ajo. Ajo derë që për shumë të tjerë është mbyllur për të hapur inshallah edhe derë tjera të kontributit, sot për ju është e hapur. Këtu në Hamburg është duke u bërë një vepër jashtëzakonisht e madhe dhe historike. Ju jeni duke ndërtuar një xhami për të qenë shembull, jo vetëm për komunitetin shqiptar, po për shumë komunitete tjera. Kjo punë që e bëni ju me këto hapa ka gjigant, që nuk ka disa muaj që ka filluar, tashmë vetë se ka përfunduar pjesa e podrumit, dëgjoj vetëm se çdo ditë ka zhvillime. Kjo tregon se koha është duke kaluar shumë shpejt. Kapitali ynë i kohës është duke kaluar me një shpejtësi që është duke na mbyllur shpejt dyert. Prandaj ato letra që i morët ju të gjithë dhe që i keni me vete, janë vetëm një mundësi, një derë që Allahu fuqiplot na hap të gjithëve. Dhe na ka zgjedhur neve që jemi pjesë e asaj derë. Dhe aty shkruan kështu, shkruan zotim. Pra, zotim. E ky zotimi, unë besoj se e ka frymëzimin nga Kurani, nëse jam gabim imami do më përfundoj, është thirrja e Allahut fuqiplot. A e dini çfarë thot Allahu fuqiplot në Kur'an? Të gjitha gjërat që i kemi ne, mos besojmë se janë pronë jona, jo. Janë të gjitha emanet. Ne nuk kemi pronë, se jemi vetë pronë diku, jemi relativ përkohshëm. Nuk mund të kesh pronësi reale. Megjithatë Allahu fuqiplot, aq shumë na do, sa që e atribon atë që e kemi ne përkohësisht, është pronë e juaja, për të na fisnikruar. Pasi na pranon këtë që, edhe pse nuk është, për respekt, për dashurinë që e ka të madhe ndaj nesh, na pranon Allahu fuqiplot, përsëri bën një thirrje tjetër. Shikoni se habitshme. Thot, kush është nga ju që do i jap borxh Allahut? Subhanallah. Zoti i shtatë qiejve dhe tokës, Allahu fuqiplot, që ka në pronësi, jo vetëm qiellin, planetin që e shohim ne, po sa e sa planete, sa e sa galaktika, sa e sa yjesi, të gjitha që i ka, me miliarda galaktika, me miliarda që e formojnë vetëm pjesën e rrugës së qumshtit. E Allahu fuqiplot që është Zoti të gjitha këtyre, na thot neve që nuk përfaqësojmë një 0,0000001% të gjithë krijimtarisë së tij. Thot, a ka dikush prej jush që të më jap borxh mua? E a pas ka Allahu fuqiplot që është Ganijun, që është i pasur, i panevojshëm për asgjë, a ka borxh? Nevojë për borxh? Padyshim që jo. Po këtë e bë që të na fisnikroj neve. Fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira. Kush e bëri thot këtë, Allahu ja kthen dhe ja kthen shumë fish më shumë. Porosia ime, si dikush që u adon të mirën, do të ishte që ato flet mos t'i lëm të zbrasur. Le t'i zotohemi dhe të themi, ja Allah, ne të japim borxh ty. Të themi se e kuptuam atë që e kërkove prej nesh. Qoftë thot pejgamberi alayhis salam me një kokër të hurmës. Unë jam i bindur se askush nga ne këtu nuk është i privuar nga 1 euro, vetëm që t'i tregoj Allahut se në cilën anë është. Vetëm që të bëhet apo mos të bëhet pjesë e shkruajtjes së historisë. Allahu fuqiplot na mbajt të hapura gjithmonë dyert e hajratit. Allahu na mundsoft që ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekim atë. Të na bëjë që ta shohim me kthjellësi të kotën si të kotë, të shmangemi nga ajo. Allahu fuqiplot të na plotësoj veprat, se veprat tona janë me shumë mangësi. Ai pranon vetëm të përkryera. E ne të lutemi, jo Allah, plotësoj, përkrye i pastaj pranoj, ja Rabbi. Allahu fuqiplot bëf që ky Ramazan të jetë Ramazan për ndritje për ju, për familjet tuaja, për të dashurit tuaj. Zoti e bëf një Ramazan të shtimit të mirave, të largimit të këqijave. Zoti e bëf një Ramazan ku sevapet tuaja do të arrin sa malet tuhame. Allahu fuqiplot e bëf një Ramazan të begat, një Ramazan të pranuar, një Ramazan të ndryshimit. Lejoni që t'ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ju, një nga një. Ju kërkoj ndjesë, e zgjatëm pak.
Shpresoj në mirëkuptimin tuaj. Më lejoni që edhe një herë të falenderoj edhe kryesinë e xhamisë më në krye zotëri Isakun për mundësinë që na kanë dhënë, për ftesën që na bën. Është me të vërtetë kënaqësi që të jemi, po ashtu dua të falenderoj edhe vëllaun Ensarin që organizoi gjithçka në këtë formë kaq të përkryer, vetëm që ne ti përjetojmë këto çaste së bashku, po kjo nuk mbaron këtu kjo natë. Se tani e kemi edhe teravin, bashkë me Ensarin, bashkë me Hafizin, ku do mundohemi që ta ushqejmë edhe shpirtin me anë të leximit të Kuranit famlar. Ju faleminderit shumë, Zoti qoftë i kënaqur me të gjithë të ju. Faleminderit Hafez, Allahu Lushanu është shpërblet Hafezin për fjalët e tij. Ashtu siç edhe ai e tha, ne për herë të dytë pas Bajramit që lam pas i shpërndajtëm këto zotimet për dy arsye. E para që ata që nga Bajrami ende nuk kanë pasur mundësinë t'u rikujtojmë se koha po kalon shpejt dhe se xhamia alhamdulillah po ndërtohet shumë shpejt, që trashtohemi radhët e atyre që do të kenë të mundësi historike të bëhen pjesë e këtij vakofi, dhe e dyta për gjithë ata që janë veç në pjesë. Ta marrim të letër e t'ja japim dikujt tjetër e të bëhemi shkak për të mirën, ta dyfishojmë të mirën tonë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që udhëzon dhe bëhet shkak për një të mirë ka shpërblimin e njëjtë si ai që pastaj për hir të këtij ndërmjetësimi, për hir të kësaj nxitje dhe shtytje do ta bëj atë vepër. Dhe për faktin që punët e mira duan që të gjithë të bëhemi ushtarë të tyre dhe që gjithë së bashku të jemi pas këtij projekti tonë madhor që me lejen e Allahut Lushanu unë kam thënë dhe vazhdoj ta them, nuk është i fundit. Është vetëm një fillim për shqiptarët musliman të Hamburgut që me lejen e Allahut Lushanu kemi kapacitet dhe mundësi që të bëjmë edhe shumë më shumë, po Allahu na mundsoft të vendisohemi në këtë drejtim, ta pranojmë këtë nder që na ka dhënë Allahu Lushanu, që ne të rreshtohemi me të mirën dhe të bëhemi krah i thirrjes së tij. Amin ya Rabbi. Edhe e fundit, un kam edhe një sihariq që nuk e kemi lajmëruar, e kemi dashur që ta lëmë kështu të jetë befasi. Hafizin do ta kemi edhe nesër mbrëmje inshallah këtu në xhamin ton për namazet e taravih dhe për xhirat, që jeni të ftuar edhe nesër mbrëmje. Nuk do të zgjasim kaq shumë nesër. Hafizi thotë nuk do ta zgjasim kaq shumë nesër mbrëmje inshallah. Lillahi ta'ala al-Fatiha.